A dëshironi që ora tek telefoni juaj të lexohet në sistemin 24 orash dhe jo në ato 12 orash me PM dhe AM në fund? Si do bëjmë këtë te settings? Shkojmë te iPhone, gjithmonë te settings, te general, te date and time, picture, card, background, date and keyboard, date and time, 24-hour time, off. Double tap to toggle setting. 24-hour time e bëjmë on dhe On. mbaroj. Tani shikoni si në lexohet ora. Screen recording in progress. 21:17. Button. Status bar item. Double tap to open 21 app. Swipe down with 3 fingers to reveal notifications. Swipe up with 3 fingers to reveal the control center. Double tap to scroll to top. 21:17. Pra 21:17. Jo 9 PM, 9:17 PM, por 21:17. Kështu na lexon në sistemin 24 Screen recording in progress. orash 21:18. kjo Button. Status bar item. sistem. Bëni subscribe për më shumë video të tjera dhe mos harroni pyesni nëse keni pyetje në lidhje me telefonat. 59. Control center. On. Off. Selected. Screen